Të dashur qytetarë, të nderuar gazetarë të pranishëm, mirëditë të gjithëve. Së pari, më lejoni të falenderoj 66 deputetët e mazhorancës, pra që të gjithë, të cilët mbrëm u përgjigjën pozitivisht dhe morën pjesë në seancën e kuvendit, respektuan kushtetutshmërinë kur filloi procesi zgjedhjes së presidentit të ri të Republikës së Kosovës. Përveç 57 deputetëve të lëvizjes vetëvendosje dhe të Partisë Guxo, aty ishin edhe 9 deputet të pakicave, 2 bosnjak, 2 turq, 2 egjiptian, 1 serb, 1 rom, 1 ashkali. I falenderoj që të gjithë, pra secilin e secilin. Mirë po, ky proces nuk arriti ta konsumoj as raundin e parë, me që munguan që të gjithë deputetët e partive opozitare, PDK, LDK e AK, dhe partia e cila vazhdon të dirigjohet nga Beogradi, Lista Serbe. Nevojiteshin së paku 80 deputet pjesëmarrës në mënyrë që të plotësohej kvorumi. Të gjithë e keni parë mbrëm pamjen e seancës plenare të Kuvendit të Republikës. Kush ishte në qendër. Kush nuk ishte në qendër, nuk ishte fare sepse nuk erdhi. Asnjë deputet i cili mungoi nuk e ka njoftuar kryetarin e kuvendit, zonjën Albulena Haxhiu, për arsyeën e mungesës. Prandaj tash kjo lëndë është në gjykatën kushtetuese. Është obligim kushtetues i deputetëve që të kryejnë detyrën e tyre për çfarë i ka zgjedhur populli i Kosovës në zgjedhjet e parakoshme të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit 2025 dhe të vinë në vendin e tyre të punës në seancat plenare dhe aty të marrin pjesë e të votojnë.